shikoj kështu pash. Që shikoj qytetari. Dhe jo padaksin komedian që nuk qes njeri. Isha vetëm 11 vjeç kur ndryshoi regjimi, kur menduam se ndryshoi regjimi. Regjimi nuk ka ndryshuar, vetëm formë, përmbajtja është e njëjta. Duan t'ju përçajnë, duan t'ju fusin lloj-lloj plerash midis. Po ne nuk bëjmë pistë. Ika nga Shqipëria se nuk doja t'ja shqisja shpirtin shejtanit. Dhe nuk kam për t'ja shqitur shpirtin shejtanit. As kur kisha pozita, as sot kam pozitat e mia, me tjerë time me shpatullat e mia. Dhe këta nuk mund të tallen me ne. Kënyshët e Ramiz Anjis nuk mund të tallen me ne. Nuk kanë asnjë të drejtë. Kënyshët e parlamentit nuk mund të tallen me nënat e atyre që emigrojnë si unë sot e kësaj dite. Ndërkohë që nënat e tyre tregojnë varset e Floririt nëpër kafenetet e Shqipërisë. Më falni për revoltën, po dhe unë jam i revoltuar pa sa ju. Bravo, bravo, bravo. Këta kanë frikë se kush do na fusi në Europë. Ne jemi Europa. Ne nuk kemi nevojë për Europën e këtyre. Ne jemi Europian. Jemi Europian në gen. Sot merren me kode gjenetike. Fjalën gen e kemi ne. Fjalën gen unë e kam në emër, fjalën gen e keni gjithë ju në emër. Ne jemi geni Europës. Ne nuk jemi të shqitur. Këta ja kanë shqitur shpirtin shejtanit, që nga Berisha e Dyrit e ky Pisha. Ky Karagjoz që mendon se bën stand-up me njerëzit e administratës, që i detyron njerëzit, që ka pushuar njerëz nga puna dhe që i detyrojnë prindrit i thënë fëmijëve mos flisni. Po nuk falem ne kush do flasi. Kush do flasi? Ne do flasim. Edhe njerë më falni për nervin, ju duat gjithë. Qëndroni bashkë. Liderët e rinj do dalim, janë midis jush. Nuk janë të trashëguar nga sistemi i para 90-s. Faleminderit. Kur nuk kam parë njerëz më të kucimshëm që ta thonë